prandaj quhet agro. Agroturizëm vjen nga toka dhe pastaj shkon në tavolinë. Ti duhet të mbjellësh sera, pemë, të mbash pula, të rrisësh, të mbash bagti. Në Alpe nuk ke më bagti, ke vetëm bujtina. Domethënë, bujtina që shkojnë i blen ushqimet në Shkodër, në Kukës, në Kosovë me radhë, ndërkohë që ai duhet vi, turist duhet vi të gjej delet aty, të gjej pulat, të gjej kujon. Dhe duke mos prodhuar, pra nuk ka një baxho që përpunon mbylmetin e këtyre bagtive që po mbarohen, që apo paksohen, por ka shumë bujtina të cilat tani të ofrojnë qumësht me kuti. Dhe ky nuk është agroturizëm, nuk është as turizëm eksperjenca, është as turizëm kulturor në kuptimin që turisti të vi të gjejë një eksperiencë, ai do të shikojë malsorin të veshur me veshje si kola dikur, kupton, në Valbon. Por pra nuk gjen këtë, gjen ndoshta një staf profesional tani të veshur të pajisur bukur me logo këtu ke Jeleku etj, por jo. Ai s'ka ardhur për këtë. Ai këtë gjem. Pastaj shkon 150 euro dhoma. Sot në Theth e ketë mbushur me hotele dhe ai thot mos kalo këtu ke rruga ime, po spive kafe këtu nuk ke kështu. Domethënë sot nuk të çon më njëri tek ujvara u paguar. Sakt. Nuk ta tregon njëri ku është kulla e filanit. Domethënë kjo është një humbje kolosale.